Ky emision sponsorizohet nga Petrol Company. Shikues nderuar, mi mbrëma dhe mirë se takohemi këtu në televizionin të 7 në emisionin Euron 7. Shumë ligje janë miratur në javën që shkoj, që kanë pasur të bëj me ekonominë ose tendenca për më marrë në ekonomi ose me kontrollu ekonominë. Në faktikisht ka qenë ligji për çmimet tavan, një ligj i cili në të kaluarën ka përfunduar gjykatën kushtetuese dhe është shpallur si antikushtetues në plot elementet e tij. Ndërkohë, çmimet e naftës janë një problem tjetër i cili po e rëndon qytetarin dhe gjithë ekonominë. Na jemi ndoshta për shteteve të vetme edhe në rajon, por edhe në shtave edhe më gjërë që nuk kemi marrë as edhe një mas të vetme për të reduktuar çmimin ose për të bërë pak më të përballueshëm siç po bën Evropa. Fundit ka qenë Gjermania, e cila ka hequr akcizën dhe ka minusuar çmimin për 2 muaj të ardhshëm, minus 17 cent për litër në derivatet e naftës. Ne nuk kemi marrë as edhe një mas, flitet se çmimi të na është më i liri, fakt nuk është në Maqedoni, është në Malzi, në Shqipëri mund të jetë më i shtrenjtë, po tek ne jo. Inflacioni është 6% dhe çmimet kanë shkuar në qiell. Prap këtu nuk kemi marrë as edhe një mas të vetme. Opozita ka luajtur rolin e vet, ka japë propozime, por sikur zakonisht në 5 vitet e fundit nuk është marrë parasysh as edhe një e vetme. Për këto dhe shumë çështje të tjera do të flasim me ish-kryeministrin e vendit, zotin Abdullah Hoti. Zotin Hoti, më mbrëmje se erdhe. Faleminderit shumë për ftesën. Një mandat i ri i kësaj nomenklature politike, me thonë kështu, i kësaj i lëvizjes vetëvendosje me avazin e njëjtë. Do të thonë, çka do të fol opozita nuk bën. Realisht qytetarët kanë mbet në mëshirën e fatit. Do të thonë, i kemi tek kriza ekonomike për shkak të çmimeve të naftës, e cili po ndikon në gjithë jetën tonë. Do të thonë, nuk është se ne kemi shkaktuar këtë problem, po ne do të më bëni zgjidhje, apo prof? Tani, ne jemi pjesë të tregut ndërkombëtar të zhvillimeve ekonomike që ndodhen gjithandej nëpër botë. Kur ka situata të favorshme të zhvillimeve pozitive në tregjet ndërkombëtare, përfitojmë edhe ne. Edhe kur ka kriza, normalisht prekemi edhe ne. Statistika tregojnë që vendet e pazhvilluara dhe vendet në zhvillim, siç është Kosova, preken proporcionalisht më shumë se sa vendet e zhvilluara. Dhe çfarë bëjnë këto vende është që tentojnë të ndërmarrin masa në mënyrë që të reduktojnë koston, pasojat e krizës ekonomike, në veçantë tek disa grupe të caktuara të qytetarëve edhe tek disa kategori të bizneseve. Në rastin tonë është për keq ardhi edhe më herët në krizën që e patëm të energjisë para 2-3 vjetë tani, edhe tash nuk ka një qasje sistematike, serioze të institucioneve të vendit, të qeverisë të vendit për të përballë me këtë situatë. Është pak paradoksale, sepse hapësira e mundshme për të marrë me këtë krizë ekziston. Në rastin konkret, besoj që është për gjithë e qartë që hapësira e qeverisë për të ulë çmimin e naftës është e konsiderueshme. Akciza prej 36 cent edhe TVSH-ja 18%, e cila TVSH rritet për shkak se çmimi i naftës po rritet, dhe që nuk kupton që mund të ulet proporcionalisht së paku akciza në mënyrë që të mirëmbahet një çmim i caktuar i naftës, edhe në ndërkohë tyrat e qeverisë nuk ndikohen, sepse rriten nga mbledhja e TVSH-s. Njëjtë ka qenë edhe para 3 vjetë, pra hapësira fiskale për të marrë me këtë problem ekziston, nuk ekziston vullneti. Krejt fokusi para 2-3 vjetë ka qenë në masat, se më thënë, sociale, disa ndihma të njëhershme tjerë që nuk e zgjedhin as pak situatë. Qeveria është arsyetue pikërisht në ministri Murati që qeveria humb 10 milion euro nëse ne e ulim akcizën edhe TVSH-n. Tani, nashta kjo për një pjesë qytetarëve të cilët edhe nuk e kanë obligim me i kuptu gjitha këto fiskalet në Kosovë, nuk është të vërtet as pak, sepse planifikimi i buxhetit është bërë
me çmimin që li ka qenë. Çmimin më pashëm. Çmimin më pashëm dhe çdo rritje çmimit ndikon në tyra shtesë në qeveri, jo në humbjen aty në cilat ishin të planifikuar. Është kështu. Një masë e menjëhershme që ka pas mundësi të merret, siç e kemi propozuar që nga fillimi, ulja e akcizës proporcionalisht me rritjen e çmimit të naftës. Pra duke u rritë çmimi i naftës, qeveria mbledh më shumë TVSH, sepse në 18% me një çmim më të lartë mbledh më shumë TVSH. Duke zvogëlu akcizën, nuk prekin tyrat e qeverisë, mbesin të pandryshueshme, ndërkohë që çmimi mirëmbrahet. Çka është duke ndodhur tani, është që çdo 3-4 ditë apo një javë po caktohet marzha. Po çka nuk kupton kjo për qytetarin e thjeshtë? Nuk kupton që krejt rritja e çmimit të naftës në tregjen ndërkombëtare komplet bartet tek konsumatori. Përveç se qeveria e kufizon marzhën e fitimit për shitësit. Për biznesin. Pra biznesi ju kufizon çat marzhën e fitimit, ndërkohë që çdo 3-4 ditë kur rriten çmimet e naftës, krejt e rritje e bart konsumatori. Ideja jon ka qenë që duke e zvogëlu fillimisht akcizën, e mandej edhe të vëshën, siç kanë ndodhur edhe në vende të tjera, Gjermania para disa dite, të parandalohet rritja enorme e çmimit të naftës do rriten, sepse po rriten në tregjen ndërkombëtare. Por çfarë duhet bëjë një qeveri brenda hapësirës fiskale që ka, ta mirëmbajë, ta parandalojë rritjen enorme të çmimit të naftës. Dhe kjo hapësirë fiskale ekziston, siç e thatë, planifikimi i buxhetit është bërë me çmimet e mëparshme të ulta, pra nuk prekin tyrat buxhetore, pra nuk ka nevojë të bëhet kurfar riaranxhimi i shpenzimeve publike për supozuar që po. Me thonë ka qenë bluff i kështu i qeverisë, kur po përmendën që i hupim tyrat, normalisht kjo nështë krijon një pasiguri të qytetarëve, me thonë, ok, na pi hopshëm 10 milionë euro dhe mund të mbesim shembull pa X shkollën, pa X rrugën, pa ndoshta pa pensione, dhe pse na me ju kontribu me ul çmimin dikujt që ka mundësi me ble. Do të thonë kjo është logjika e kësaj qeverie, do të thonë ata që kanë mundësi me ble, le ta blejnë shtrejt. Por realisht këtu e blejnë gjithë, se nafta është nevojë gjithë secilit që jeton këtë vend. Mendo tani ekonomia nuk është shkencë eksakte. Saktë. Është shkencë shoqërore. Ne kemi propozuar një alternativë për të parandalur rritjen enorme të çmimit. Sikur këta, pra qeveria, të propozonin masa tjera për të mritë tek njëjti qëllim, do ishte kuptuar, mund të kemi mos pajtime për qasjen, për masat. Po nëse arrit i njëjti qëllim, rregullimi. Po nuk ka asnjë masë. Absolutisht u bën një muaj sa që kemi hyrë në krizë, vendet gjithandej po ndërmarrin masa, këtu asnjë masë nuk do merret përveç që caktohet çdo 3-4 ditë marzha çmimi, po mendoj çmimi i shitjes me shumicën e pakisë, duke parapar një marzhë të fitimit. Është e pakuptueshme neglizhenca dhe jo serioziteti. Orientimi, me thonë politikit i kësaj qeverie është që t'i dalim qytetarëve në ndihmë. Realisht me këto, me marzhën, qytetarët janë të pagu ekstra, po janë alë 1 cent për fitimit kompanive cilat shesin derivatet naftës. Nuk ka të bëjmë me kujdesin ndaj konsumatorëve në këtë rast. Pra, qasja e qeverisë për të caktuar çmimin me shumicë dhe pakicë duke llogaritur një marzhë për bizneset, nënkupton qartësisht çdo rritje në tregjen ndërkombëtare të çmimit të naftës bartet komplet te konsumatori. Komplet në çmimin e shit, përveç se kufizohet fitimi i firmave. Ato që kemi kërkuar ne që ta çfarë masa duhet më ndërmarr, prof? Çfarë është dashur me bë qeveria në këtë kohë, dhe a është e mundshme që kjo, a duhet më ndryshu ligji për akcizën dhe TVSH-n, a duhet më marrë vendim politik, me thonë, kështu qeveritar, a duhet më shku në kuvende, çfarë duhet realisht me ndodhë? Për të ndryshuar TVSH-n duhet të ndryshoj ligji. Po ligji mund ndryshohet në procedura të përshpejtuara. Pra kjo është njëra ndër situatat e jashtëzakonshme ku ka kuptim që të përdoren procedurat e përshpejtuara për të ndryshuar ligjin. Pra të shkurtohen afatat ligjore të konsultimeve publike, të cilat edhe ashtu nuk po mbahen fare. Për ligje të sjellen në kuvend dhe kuvendi me 2/3 e të pranishmeve në procedurat përshpejtuara të miratojnë. Pra kjo është situata tipike që duhet të shfrytëzohet për të, edhe nëse duhet të ndryshohet ligji. Një ligj mund ndryshohet për, le të themi, për disa ditë. Po, e nisë të hanën e kryen deri në tajten. E kryen deri në tajten është afati kur
presidenca duhet ta nënshkruaj, pra mund të përmbyllen të gjitha procedurat me përshpejtuar, le të themi për 2 javë, më shumë ti. Ka pas rast, për shembull, kur nëse nuk gaboj, kur keni qenë ju në qeveri, e keni pas ullë të vëshën prej 18 në 8 në një pjesë të produkteve, nëse s'gaboj, a ka qenë kështu? Ende ekziston, ligji i jep ta drejt për një listë të produkteve tjera ku nuk hyn nafta. Jo, nuk hyn nafta. Nuk hyn nafta. Po aty ka diskrecion qeveria që lista e produkteve që është në aneks të ligjit të VSH-s mund ta zbresë në 8% ose disa të ngrisë në 18% varësisht prej vlerësimeve që ka qeveria. Por është listë e caktuar e madhe, ku nuk është nafta. Në rastin e naftës duhet të ndryshohet. Nuk ndryshohet ligji. Akciza është tjetër gjë. Akciza është ligji përkatës, vjen në Kuvend në Komisionin për Buxhet dhe Financa, shqyrtohet aty, e merr një miratim në parim dhe mund të lëvizë. Mund të lëvizë. Po që i bën edhe ajo që një pjesë kish me ul çmimin nëse vesh deri në 36 cent. 36 cent. Deri në 36 cent. Sot nafta në Kosovë në minimum do ishte 36 cent më lirë sikur qeveria ta zvoglonte, ta hiqte akcizën përkohësisht. Në ndërkohë që tyrat e qeverisë nuk zvoglohen për shkak se mbledhen më shumë nga TVSH-ja ngritur. Po pse s'e bën? Pse nuk e bën? Më thonë nuk e kam qartë. Ju jeni në parlament, ju jeni në komisione parlamentare. Më thonë vetë zhurmë ka aty. Më thonë nuk ka ndonjë pse nuk e bën? Më thonë arsyetimi më kot që kam dëgjuar i hupim 10 milionë euro. Nuk ka kjo as nivelit qeveritar, as politik, as kurrë. Nuk humbë 10 milion sepse rritën tyrat për shkak të TVSH-s më të lartë. Edhe nëse humbë 10 milion. Edhe nëse humbë 10 milion, jenë kohë të krizave. Inflacioni sot ne kemi rreth 6%. Të muajit mars është rreth 6%. Nëse shihni statistikën nga Eurostati për gjitha vendet e BE-s, jemi ndoshta në mesin e 2 përveç Turqisë. Që ka shumë të lartë inflacionin. Ne jemi më njerë vende me inflacionin më të lartë në mesin e vendeve evropiane. Shqipë statistikat e Eurostatit janë shumë të qarta. Nuk është të kuptueshme pse po tani këtu kur jemi vesh te inflacioni në procedurë të përshpejtuar javën që shkoi është miratuar edhe ligji në leximin e parë për vendosjen e çmimeve tavan. Ky ligj pa të përfunduar në gjykatë kushtetuese, është plot elemente të janë shpall antikushtetuese, ndërkohë sa herë që është bë muhabet me thënë për këtë punë, peshin jo se këta kanë çuar në gjykatën kushtetuese. Tani po doin me bëni ligj i cili brenda tij krijon një bord për 6 vetave dhe kontrollon gjithë ekonominë. Do të thonë që ata 6 burra dhe gra vendosin për marzhën e fitimit gjithë secilit, i raportojnë kuvendit, po s'ka kush i shkarkon ata. Do të thonë politikisht mund të jenë që të gjithë njerëz të partisë në pushtet për shkak të numrit madh të votave që kanë në parlament. Nuk është kundërshtuar edhe për jush edhe për partive tjera. Pse duhet një ligj i tillë me vendosjen e çmimeve tavan e nuk mujmë na me reagu në kur i kemi rastin me thonë nder kështu tek nafta sot. Kosova është ekonomia e tregut me kushtetutë. Logjika e këtyre është e mbrapsht. Një ligj i miratuar në kuvend shkon në gjykatë kushtetuese, rrëzohet nga gjykata kushtetuese si antikushtetues, në vend që të reflektojnë edhe të shohin cilat kanë qenë komendet e gjykatës kushtetuese, ata e shohin gjykatën kushtetuese dhe opozitën që e ka dërguar në gjykatë kushtetuese. Pra kjo është logjik komplet e mbrapsht. Këta janë njerëz që tentojnë me ndru sistemin. Me ndru sistemin, po. Me ndru sistemin. A do më kthyen në ekonominë më pas? Të komanduar, ku shteti vendos sa të prodhohet, sa të shitet e me çfarë çmimi të shitet. A do më kthyen, e kemi pa historinë. Po kjo vjen me thon kështu në gjysma e Evropës ka psu për gjys shekulli. E fundit ka qenë është dash më kthy që nga fillimi me ndërtu shoqëritë ata. E fundit ka qenë Shqipëria ku caktu sa buk mi blej. Po pra. Është më dhe që është mrapsht ajo si qasje. Kushtetuta jonë i ka mekanizmat për të marrë me situatat e tilla. Në situatat krizave ti ke buxhetin e shtetit, prandaj ke rezerva shtetënore, prandaj ke masat e politikave sociale, sepse ti në situata të tilla i mbron grupet që janë më të prekura. Kush janë ata? Janë njerëzit që marrin pagë minimale. Janë pensionistët që marrin pensionin, familjen në asistencë sociale, pra bizneset e vogla, mikro, po. Pra këto janë kategoritë që të gjithë preken pa preshtin. Po bizneset e mesme të mëdha e përballojnë ato. Njerëzit që kanë paga mbi mesataren, paga të larta e përballojnë ato. I kushton më shtresë, sigurisht. Po.
por nuk i përkeqëson standardi i jetës atyre njerëzve. Në vend që me shpenzu më shumë në pushime, shpenzon pak më shumë në transporte në gjëra tjera. Por ati nuk i preket standardi Nuk i preket, është shumë e vërtetë. Familjet me të ardhurat ulta, pensionistë, bizneset mikro, nga një punëtor, dy punëtor, ato prekin me njerëz, sepse ata duhet një familje që jeton nga paga minimale, ose nga asistente sociale, ose nga pensionet e tjera, ai duhet të redukojë shpenzimet elementare. Kush janë ato shpenzime? Cilësia e ushqimit, e produkte ushqimore, cilësia e arsimit që e jep fëmis. Nuk e çon kurse shtesë, nuk mund t'i blej libra sa duhet, nuk mund të lëviz për t'i kryer nevojat elementare, nuk mund të blej barnat e duhura për të kujdes për shëndetin e tyre. Pra në esencë preket standardi jetës së qytetarëve në kohë të krizash. E çka bën një qeveri e përgjithshme? E para, i ka masat në anën e kërkesës, pra ju ndihmon këtyre kategorive. Mas afatgjate është indeksimi i pensioneve, i asistencës sociale, rritja e vazhdueshme e pagës minimale, mbështetja e njëhershme e tjera. Këtë këto masa janë në farë mënyrë stabilizator automatik, sepse sa herë që ndodhin kriza, këta lloj stabilizatorësh aktivizohen vetvetijo, me njerë futën në funksion. Edhe i ke masat e anës ofertës. Por janë me bizneset e mëdha, siç bisedu më herët, i prek akcizën, i prek tatimet, i shtyn pak këto nga kesa tatimore, në mënyrë që të zvogëlosh barrën shoqërore nga. Më tha një për bizneseve të ndaja prof në marketeve, nëse bët çmimi tavan, tha marketet e vogla psojnë, jo na. Dhe me thonë, ndikimi është tek ato marketet që kemë në përmahall, dhe ata kanë me hub biznesin, kanë me hub fitimin dhe kanë më mbyll. Nuk ka probleme të mëdha, se siç e patë ata e përballojnë, sepse kanë hapësirë të manovrimit edhe çmimeve dhe vetë. Dhe sot na kemi konkurrencë të mjaftueshme këtë pikë. Me thonë çmimet e tona normalisht po importohen për shkak të inflacionit dhe për shkak të asaj që na kemi 6 në raport eksport-import. Dhe fund ditës po dëmtohen qytetarët cilët janë më të rrezikumit për një jetë më të mirë. Do thonë është kundërta asaj që proklamohet çdo ditë, që kjo qeveri po kujdeset për njerëzit që kanë standard të ultjetës dhe nuk po kujdeset për këta që kanë standard më të lartë. Unë kisha një argument në kuvend në debatën që patëm për çmimet e naftës. Është një koncept elementar në ekonomi, arritja e ekonomisë së shkallës. Çka nuk kupton kjo? Nuk kupton që bizneset që janë të mëdha mund të përballojnë marzha të ulta për shkak të qarkullimit të madh që kanë, atyre i ulën kostot fikse për njësi të prodhimit, për njësi të shitjes, dhe mund të përballojnë marzha të ulta. Ndërkohë që bizneset e vogla, kostot fikse për njësi të shitjes i kanë bukur të larta. Dhe si rezultat ato nuk mund të përballojnë kufizimeve të tilla në treg. Pra, në fund shumë e saktë ajo që thonë. Në fund do dëmtohen bizneset e vogla dhe të mesme, jo bizneset e mëdha. Jo bizneset e mëdha. Edhe kush po përfiton atëherë? Kush qëllimi? Plus çto argumentin faktin këtu që nuk është fare nevojshme një qasje e tillë. Nuk kemi nevojë, nuk përmirësohet situata, nuk mbrohet standard. Pra cili është qëllimi përfundimtar i kësaj? Qëllimi përfundimtar është të mbrojë standardin e jetës së qytetarit për shkak të krizës ekonomike apo për shkak të çmimeve të larta. Ti po i ndërmerr disa masa duke i dëmtuar bizneset e vogla, duke e koncentruar tregun në disa biznese më të mëdha, duke monopolizuar më shumë tregun në disa biznese të mëdha, të cilat mund shfrytëzojnë pastaj fuqinë e tyre të tregut për të determinuar kushtet e shitjes, sepse shitja nuk është vetëm çmimi, plot kushtet e tjera, shpërndarja e tjera që me cilat operojnë në treg. Pra, në fund ditës ne mund të përfundojmë me një situatë më të pafavorshme për konsumatorin e fundit. Plus që nuk janë masa që funksionojnë në ekonominë të tregut. Nuk ecin. Kjo është komunizëm, por me thonë kështu. Ne kemi mekanizmat. Kjo ka të bëjmë një ekonomi e cila nuk e kish dashur kush më u kthy në një sistem komunist, me thonë, ashtu me kontrollu shteti, çfarë voti. Në një kohë krize kur çmimet po rritën shumë, të naftës në veçantë po rritën shumë, se kur rritën çmimet e naftës, rritën çmimet gradualisht edhe çmimet e produkteve të tjera. Por ne kemi mekanizmat për të kontrolluar tregun. I ke inspektoratin e tregut. Po. Nëse ti vlerëson që ka abuzime në treg dhe regulativa ligjore përcakton sakt kur një biznes abuzon me çmime. Pra kur ka rritje të shpejtë me njerëzve të çmimeve, kur rritja e çmimeve nuk e arsyton rritjen e kostos së ofrimit
të mallit në treg, mandej ke Komisionin e Konkurrencës gjithashtu që... Po që s'ka bërë, prof, që sa vjetë? Po janë zyrtarë, aty mund bëjnë studime, mund t'i ofrojnë Ministrisë Tregtisë studime për se si po funksionon tregu, është inspektorati i tregut, pjesa e naftes edhe të sektorëve tjerë, pra kemi mekanizma të mjaftueshëm për të mbikëqyrë funksionimin e tregut, për të siguruar që rritja e çmimit është në përputhje me trendet ndërkombëtare edhe me rritjen e kostos prodhimit. Dhe çka bën shteti, mandej ndërhyn për të kufizuar, për të ulë kostot e ofrimit të shërbimit në treg, në mënyrë që ajo kosto shoqërore që është e paevitueshme të shpërndahet gjërësisht. Dhe si shpërndahet ajo gjërësisht? Një pjesë do të marrë shteti, duke i zvoglu pra taksat, tatimet. Një pjesë do të marrë bizneset, sepse bizneset duhet të pranojnë, pra të operojnë, ndoshta me fitime më të ulta. Një pjesë merret edhe konsumatori, sepse edhe ashtu i bie të paguajë më shumë, pra shpërndahen kostot gjërësisht në këtu kemi përkeqësim të standardit jetesës, prof, në këto vite, qoftë edhe për shkak të ndikimit të jashtëm të politikave ekonomike botnore, sepse na jemi pjesa e saj, dhe nuk kemi marrë kësi masa e cilat të ishin afatgjata. Tani po flitet për një 200 milion tjetër, i cili nuk e di që shëpat emri që këshin qujt për inflacion diçka, me i shpërnda tek qytetarët në muajin qershor. Më thonë, qëto kemi me rritë edhe më shumë inflacionin, sepse po kontribuojmë direkt në shpenzim të qytetarëve, ka 100 euro se cilit pensionist, një pjesë të rrogës 13 të sektorit privat, ku dëgjoni masa të cilat realisht nuk kanë me na sjell kurrë të mirë, përveç se kanë me ndihmu lëvizjes dhe vendosjen nëse ne shkojmë me 7 qershor apo 14 qershor zgjedhje, në 200 milion euro ekstra para se me nis intensiteti i fushatës. Do thonë, apo folim këtu për jetën e qytetarëve, apo folim që një parti me qenë pushtet gjithçysh me parë shtetit. Ka përvoja gjithandej nëpër botë dhe nëpër Evropë që autokrat të caktuar për të mbajtur veten në pushtet, sepse ata vinë pushtet përmes populizmave të caktuara, përmes deklaratave për zgjidhje të shpejta, të lehta, pa kosto të problemeve me cilat ballafaqohen shoqëritë. Me parë të huaja. Po kur vinë pushtet, mandej ndërtojnë një sistem autokrat të qeverisjes dhe abuzojnë me pushtetin. Abuzimi me pushtetin është qeveria ka diskrecion në përdorimin e buxhetit të shtetit në përputhje me ligjin e buxhetit dhe i ka hapësira të ndryshme fiskale për t'i përdorur në situata të caktuara. Por nuk gëzon të abuzohet me ato drejta ligjore që t'i jep ligji për të menaxhuar me buxhetin. Dhe kjo nuk e zgjidh problemin as pak. Më shqetëson fakti që jemi në vitin e 6 dhe të kësaj qeverisje, dhe në këtë shoqëri nuk ka asnjë debat, asnjë politik fiskale. Asnjë politik, po me politik fiskal në kuptim të riaranxhimit të normave tatimore, riaranxhimit të shpenzimeve publike, sipas kategorive, sa i çon shpenzime kapitale, në çka investon në shpenzime kapitale si shtet, si i organizon shpenzimet sociale etj., skemat të ndryshme sociale, për të zvogëluar incentivat e njerëzve që njërshët punojnë njerëzit e tjera. Dhe nuk ka asnjë politikë industriale, të cilat u bën 4-5 vjet që janë kthy fuqishëm në skemë. Politika industriale, sepse duhet ta vendet po punojnë në riaranxhimin komplet të rrjetit të furnizimit për shkak të luftës që ndodhi në Ukrainë, Rusi, problemi i energjisë, problemet gjithandej nëpër botë, çka po ndodh është që vendet po e riorganizojnë rrjetin e tregtisë dhe të ofertës së tyre për të siguruar që marrëdhëniet tregtare të tyre janë me vendet miqësore dhe të sigurta. Edhe për ta bërë këto duhet politika industriale, sepse nëse do me zhvillu të energjinë, me ul varësinë për energji nga Rusia, duhesh me ndihmu fuqishëm zhvillimin e energjisë brenda vendeve të Bashkimit Evropian. Varësisht a ke hidro apo ke termo etj. Pak a shumë kjo është ideja. Ose politikat e tjera industriale për zhvillimin e sektorëve të IT-s, një që ne të mos varëmi nga Kina për këto
mikroprocesorët e tjera, por të prodhohen brenda vendeve të BE-s edhe brenda SBA-ve ose vendeve miqësore me pra politikat të tilla industriale. Ato që ne nuk e kemi shfrytzuar, nuk e ka shfrytzuar realisht këtë pjesë e Evropës, Ballkani Perëndimor, po neve na intereson për Kosovën. Nuk e ka shfrytzuar këtë mundësi të ardhë në 4-5 vitet e fundit, në mënyrë që riorientimi i tregtisë i vendeve të Bashkimit Evropian nga vendet e lindjes së largët të kufizohet në vendet e Ballkanit Perëndimor. Për çka është shfrytzuar Ballkani Perëndimor dhe Kosova në veçantë, fatkeqësisht në mungesë të këtyre politikave, është që masivisht në vitet e fundit kanë emigruar fuqia punëtore dhe në veçantë kuadrët e larta. Sepse nuk ka, si më thënë, nuk po krijohet bazë solide e zhvillimit ekonomik për po Kosovës po dalë edhe njerëz që kanë rroga ka 3-4 euro, prof, nuk është më problemi i veç i aty në të pak kualifikuar. Vendimi për të migruar sot, studimet e tregojnë, vendimi për të migruar sot nuk është vetëm çështje e të ardhurave. Është çështje shumë komplekse e standardit të jetës. Llogaritë në procedurë të përshpejtuar para disa dite u miratu ligji për sigurimin shëndetësor, i cili ka qenë në fuqi që 7 vjet, 8 vjet. Qysh në qeverinë Mustafa atëherë, nuk arritëm që të fillojmë mbledhjen e premiumeve shëndetësore, mandej u ndru qeveria, ishte qeveria Haradine, mandej kur ka qenë pandemia, ka qenë e pamundshme që ne të hyjmë në ato reforma. Ligji në fuqi edhe një herë e miratuan ligj, i cili 95% është i njëjtë me ligjin paraprak, nuk fillojmë mbledhjen e premiumeve shëndetësore dhe sot ne kemi një situatë kur vazhdojnë të shpenzohen 10 miliona euro në për spitale në Shkup, në Turqi e gjithandej ose në sektorin privat. Nuk kem sigurimin shëndetësor, se ke sigurimin për invaliditet në punë, përveç bizneseve private që mbi baza vullnetare e organizojnë atë. Nuk ke sigurimin për papunësi. Sepse njerëzit mesin pa punë, do të pasë periudhë tranzicioni 3-4 muaj, 6 muaj kur ti e keni të ardhur të sigurt derisa të gjejnë punën tjetër. Kjo jep siguri individit, familjes. Kjo e ruan atë stabilitetin e të ardhurave të familjes. Këtë lloj sigurimi pakoja e sigurimeve shoqërore, si quhet, sigurimi shëndetësor, invalidor, sigurimi i papunësisë, e plot sigurime të tjera që e ruan stabilitetin e të ardhurave të familjes. Plus masa tjera cilat nuk janë ndërmarrë gjatë kësaj kohe. Gjatë këtyre pas 6 viteve të fundit, prof, kemi qenë dëshmitar të mungesës së investimeve publike. Do të thonë, gjitha investimet cilat janë nisur si projektet cilat qeveria i ka buxhetuar për vitin tash fiskal, dikon 80% projekteve janë të qeverive të kaluara, janë vazhdimsi e projekteve të vjetra. Do të thonë, por në teren shohim për shembull plot rrugë, plot që nuk ka investime të mëdha. Çështja tjetër është tregtia me jashtë. Pastaj papunësia, cilën këta plot herë thonë se kemi 10% papunësinë që është abnormale. Kishim u gëzuar që të gjithë, nëse ne kishim pas papunësinë 10%, po studimi i fundit i një instituti gjerman ke dikon rreth 50% e të rive të gatshëm për punë janë pa punë. Dhe ajo që kem në fund të përmend migrimi i kuadrëve, unë kisha këtu për shembull Engelbert Zefa, një ekspert i mirë me gjithë familjen, jo për shkak veç të pagës, po për shkak krejtëve çtyni që e përmendëm, vendosim me shku me jetu në Amerikë. Më thonë, çka a mundesh me thonë një zhvillim të mirë që është bën gjatë këtyre 5 vjet. Unë i përmenda një 4 cilat kanë qenë negativ që të gjitha. Në qeverit e mëparshme ka në gjitha qeverit gati pa përjashtim është mirëmbajtje, si më thonë, një standard, ka ekzistuar një konsenzus për strukturën e buxhetit. Pa të gjitha qeverit kanë tentuar që ta mirëmbajnë strukturën e buxhetit ashtu që një pjesë konsideruar spaku një tretën e buxhetit ta çojnë në investime kapitale. Investimet për paga, për shpenzimet e tjera sociale, të skemave e tjera për mallet shërbime janë vitale. Që duhet i neglizhojmë ato. Por gjithmonë duhet të mirëmbajmë investimet kapitale. Pse kjo është e rëndësishme? Sepse ekonomia shkon përpara duke kriju ato që quhet kapital social.
kapital social në Kosovë në 5 vitet e fundit nuk është kriju fare. Por çka është ky kapitali social? Nëse i marrim, domethënë, të mirat publike, që janë kapacitetet energjetike, kapacitetet e infrastrukturës, rrugë, hekurudha, kapital tjetër shoqëror, i cili mundson funksionimin e ekonomisë. Me një kapital më të lartë shoqëror, kostoja e funksionimit bizneseve është më ulë dhe bizneset janë më produktive. Në 5 vitet e fundit, asnjë fije nuk është shtu kapitali shoqëror, pra nuk ka rrugë të reja të ndërtuara. Hekurudhat janë në gjendje më të keqe në 20 vjet ndoshta. Janë lënë anash komplet. Kemi pas disa investime që patëm nisë që nga qeveria Mustafa ai segmenti nga Hani Elezit deri në veri atje, funksionalizimi i disa linjave brenda Kosovës, janë lënë komplet anash. Kërkush smerret me ato. Me sa di proponohet këtë linjën nga Hani Elezit deri atje se është me Bezhin. Po segmente tjera nuk është duke u punu fare. Segmenti nga Klina në Prizren gati është shkatërru totalisht. Edhe segmente tjera në për pjesë tjera të Kosovës. Pse kjo është e rëndësishme? Ja po jap një argument. Ne vazhdojmë ta sjellim naftën me autobote nga Durrësi edhe një pjesë nga Maqedonia, nga Greqia, përmes rrugëve. Kostoja është shumë më madhe e sjelljes së naftës në Kosovë përmes rrugëve se sa po të kryej përmes hekurudhave. Ideja e hekurudhës Prishtinë-Durrës u braktis komplet. Asgjë nuk u bën atë drejtim. Kjo është një pjesa e infrastrukturës është lënë anash. Me infrastrukturë për nuk kuptoj edhe rrjetin në rrugëve, për shembull. Normalisht. Rruga për Mitrovic, ti shkon shpesh në atë rrugë, ose për Podiev, autostrada për të njëjtin vend, 3 herë është prej Shiriti. Njëjtin, domethënë, sikur çto me prej. 3 herë kanë prej për mbrana çartet mujve. Njëri kanë gjithë donasore, njëherë do vija, 3 herë bot premja Shiritit të rrugës. Po kjo është, na që udhtojmë çdo ditë anena e dim ku është ajo rrugë dhe sa ka ndodhur. E ke autostradën për Gjelan. Edhe për Lugin atje, është lënë krejt ajo punë. Lidhja, ideja e projekti i lidhjes së autostradës për Shkup dhe autostradës për Durrës përmes shtimjes edhe ndul atje, është braktis komplete ajo. Kjo nuk janë çështje imazhit të shtetit. Janë çështje e standardet të jetës së qytetarëve, e kostos së bizneseve, me një rrjet të lidhur të mirë të autostradave, të rrugëve, të hekurudhave, kosto e të bërit biznes, kosto e qarkullimit të qytetarëve ulet. Normal. Kjo është njëri prej sektorëve. Sektor tjetër strategjik, që është i rëndësisë edhe të sigurisë kombëtare, energjetika. Djeshin disa lajme të shqetësuese që një projekt për 100 megawatt për energji solare gjoja është anulu ose nuk është zhvillu ose ka dështu e tjera. Por mbetet më ka qenë kjo Teraovecja? Duhet me pas sakt për çka është fjala, po ishte informat bukur shqetësuese, duhet të konfirmohet. Aty nuk ka pas në zhvillim. Pavarësisht asaj, anulohet projekti Kosovës së Re. Anulohet projekti, nuk quhet përpara, ideja e projektit të gazit. Zero kapacitetet të reja energjetike në 5 vite, me disa ide aty këtu për energjitë ripërtritshme. Pra, në sektorin që e ke strategjik, kryesorin, ti nuk investon fare në ato dhe nuk ka qasje fare. Me paveç strategjinë e energjisë, të thua strategji që ka bën një NGO e cila ka për orientim, si më thonë, energjinë e gjelbërt ose mbrojtjen e ambientit, që është shumë temë e rëndësishme. Por ne duhet me prodhu energji. Edhe krahas prodhimit të energjisë duhet me adresu edhe çështjet e ndotjes së ambientit, pa përjashtim. Por duhet me prodhu energji, por as këto nuk e kemi. Ose me ndru ndoshta pak temën në çështjen e sigurisë të armatimit. Në vend që veç me nda buxhet edhe me shfrytzu kontratën që e kemi pas edhe në qeveritë e mëparshme të furnizimit me pajisje të armatimit përmes ushtrisë së SHBA-ve, atë partneritetin që kemi pas, që me të njëjtat kushte që është furnizu ushtria amerikane, jemi furnizu edhe ne, edhe me çu deri në fund, me kujdes maksimalisht për atë planin 10 vjeçar të transformimit të FSK-s. Që është obligatime me përshkruat plan. Bëjnë filma me dofar dronash, me dofar gjonash, krijojnë atë fondin e sigurisë që nuk ditë sa janë mbledh, as ku kanë shku, as çka po ndodh, pra
është shumë qasje jo serioze. Me hine këtu, qytetarët duhet me di që ka një plan 10 vjeçar të transformimit ose çështështuj të FSK-s. Dhe ai plan është bërë me partnerë ndërkombëtar, me NATO, me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Në vjesht të 2018 në qeverinë e Haradinaj atëherë të gjithë kemi mbështet atë plan të transformimit 10 vjeçar. Deri në 2028 ndoshta edhe më vonë janë të përcaktuar çka komentojnë. Është ndër veprimet më strategjike të Kosovës janë 4-5 veprime nga shpallja e pavarësisë e këndej. Është shpallja e pavarësisë, janë njohje ndërkombëtare që kemi ardhur, mandej është nënshkrimi i marrëveshjes së stabilizim asociimit në qeverinë Mustafa, është ky vendim për transformimin e FSK-s në ushtrinë 2018, është marrëveshja në shtëpinë e bardhë. Këto janë, si më thënë, 4-5 veprime strategjike për vend që kanë vendosur gur themel në rrugtimin tonë. Me fol sot për këtë pjesën kur këta qesin për mendo drona, edhe nuk e di me çfarë logjike, ushtria dhe pajisjet e tua janë tuat. Nuk e pse nevojë me publiku ditë e natë e bleta që dronë, e bleta që pushkë, e bleta që këto. Ato janë çështje të mëranshme tuat. E vërtet, po edhe i publikon. Dhe dy ministrat deri atëherë orientimin në bazë strategjike. Përcaktuar prof, nuk mundesh ti me ndryshu kurrë sepse ke bën me partnerët ndërkombëtar me NATO, ata që të kanë mbështet. Dhe tashmë me boksi manovrime jo pi blej në Turqi, sepse shumica e armatimit është të blej në Turqi, nuk është të blej më si të qoftë, Turqia është vend partner. Vendi NATO-s është vend partner, nuk ka asgjë të keqe në atë drejtim. Por shfrytëzoje kanalin e ndërtuar dhe fuqizoje atë linjë, koordinoj veprimet e tua me partnerët kryesor që i ke. Ne dolem prej dialogu strategjik me SBA-n. Është një dëmimat që ju ka bë vendet. Është humbje e madhe që në këto 5 vite nuk kemë ndërtuar asnjë lloj të partneriteteve strategjike. Dhe një partneritet strategjik duhet me SBA-n sikur të kishte përfunduar partneritet strategjik, sepse nga ai burojnë mandej mbështetja që merrte në energji, ose mbështetja në mbrojtje e në siguri, partneriteti, dialog strategjik me Gjermaninë, të cilin e kemi unë kam marrë pjesë disa herë në dialogun strategjik për pjesën e ekonomisë, sa kam qenë ministri i financave dhe më vonë, pastaj ku i ndërton bazat e bashkëpunimit 10 vjeçar për mbështetjen që do me marrë prej tyre, për zgjidhimin e sektorëve të caktuar. Gjatë kësaj periudhe s'ka pa asnjë gjatë. Jo, janë sjell nëpër aeroplana, nëpër aeroporta të taku do njerëz kote që s'kan kurfar rëndësie. Veç nuk do me lënë me ikë edhe një çështje që ka të bëjë me energjinë, prof. E përmend si shpejt, domethënë 4 herë 5 herë është ngritë çmimi i energjisë elektrike. Kjo është edhe si pasojë krejt politikave të gabueshme, të cilat nuk është prodhu as 1 megawatt i mundshëm. Importi është rrit sepse kur s'ke prodhim ti duhesh me importu pa çare, se qytetarët e kërkojnë energjinë elektrike, edhe nuk ka fajë se asnjë qytetar pse na importojmë rrymë, se na duhet edhe emisionin me majt në rastin më të keq. Po 4 herë më rrit çmimi. Domethënë tani kanë lëshuar një varvendimi, nuk di sa e ke pa prof, cili është kogja i pështillt, me thonë kështu. Në këtë vit nuk ka rritje të tarifave, edhe përkundër kërkesës së Keskos edhe Kecit edhe Kekut për lejem të hyrave shtesë, kanë bën një farë minusimi të BRE-t atje, por në njoftim thuhet që do të kompenzohen vitet më vonë. Do të thonë na energjinë që e shpenzojmë sot që del për te planifikimeve të tyne, kemi pagu vitit tjetër ndoshta. Do 5 herë, 4 herë mbrana vitit, mbrana këtij mandati me tu rrit çmimin e energjisë elektrike për shkak të politikave tua të gabueshme. Pikë. Në energji ka qenë gjatë këtyre 4-5 viteve kaos total. Mas pari orientim i gabuar strategjik duke anulu projekte të mëdha energjetike që do të krijonin kapacitete të reja energjetike. Sot, sikur të shkonte përpara Kosova Re, ose projekti me gaz, sot ne do të kishim kapacitete të reja energjetike në Kosovë, sot, në 2026. Do ishin ndërtuar, do ishin në funksion sot. Nuk e di Kosova Rea, do ishte në funksion. Po me gazi do ishte në funksion, sepse është relativisht më lehtë i zbatueshëm në praktikë. Dhe do kishim disa qindra shtesë megavatorë të energjisë elektrike, do kishim siguri shumë të madhe. Pra, në start orientimet kanë qenë të gabueshme në mënyrë strategjike. Edhe mandej kur dolin këto problemet, sepse ka çështje që duke hetuar në fushën e energjisë. Kur dolin edhe këto, mandej lindin dyshime tjera për motivet, sepse ka ekzistuar kjo lloj çastje në sektorin e energjisë. Kush ka pas interesim që
në 2026 të vazhdoj varësia enorme, shumë e madhe e Kosovës për furnizim me energji nga jashtë. Kush ka pas, cili është motivacioni që ti për 5-6 vite janë lënë projektet kryesore dhe nuk krijon asnjë kapacitet të ri energjetik në Po kemi parakorsisht ndoshta më shumë se 1 miliard euro energji të importuar për këto 5 vjet. Mi thonë 1 miliard euro na vetë kishim ndërtu. Pa ndoshta pa ndihmën i kishim afruar me përfundu një termocentral me 300 deri 500 megawatt pas edhe një problem vetëm. Edhe kërkush porët nuk t'i lyp për një herë për me krye atë sikur që ishin bota rrugët. Sot jemi në 2026, as nuk ka nis ndërtimi kapaciteteve të reja energjetike dhe as nuk ka projekt dhe plan për ndërtimin e kapaciteteve të reja energjetike. Krejt debatin në shoqëni bëhet pra për këto çmimet apo i rrisim si vjet, apo po i kursejmë qytetarët nga rritja si vjet, edhe vitin tjetër i rritim 2 fish një që me paguar dhe kostën e këtij viti. Problemi i fundit që ne kemi ngritur si LDK me këta njësor të elektrik, normalisht nuk jam ekspert i fushës, por bukur shtetësues informata që po vinë, ndërkohë që transparenca është zero. Ka shi qytetarëve, cila është e vërteta për këto. A duhet që është domosdoshme, a guxon që të tërhiqen tash nga qarkullimi, nga ata njësor. Dhe shkatërrohen, hub prishkativet. A ekziston pretendimi jon i LDK-s? Po. Për këtë çështje. A është i vërtet? Nëse është i vërtet, a është ky problem teknik? Nëse është problem teknik, cila është kostoja që kanë paguar qytetarët për këtë problem teknik? Edhe procedura për t'i kompenzuar ata qytetarë që kanë psu për shkak të këtij problemi teknik nga keci ose kush është përgjegjës. Apo është problem tjetër? Kush ka përgjegjësinë këtë mes? Nëse ekziston ky pretendim, dhe duket që jo duket sot apo me qindra mia pi hekin. Po si mund të heqen ata? Atë ku i keti institucionet shtetërore, inspektoratet përkatëse? Jo, të qeveria aty përkrah. Kjo mandej nuk do spjegim. Jo, aty ishte për shembull kur ndërlidhen krejt këto do thonë energjia elektrike gjatë 6 vjetëve ka qenë top tema e gjithë, për shkak edhe të aferave të mëdha korruptive. Do thonë kemi me 10 ose qindra të ndërni burimor në Kek. Kemi një drejtor të Kekut të akuzuar për korrupsion, kemi një ambasador i cili ka tërhequr miliona euro parë prej llogarisë vet dhe ku kanë përfunduar dinaj. Këto pra dhe tani tek ju referova, këto zhvillime janë shqetësuese. Pra kur e sheh që ky sektor është lënë mbrapa, nuk janë zhvilluar kapacitete të reja, nuk janë bërë investimet e nevojshme, edhe ka ndodhur këto zhvillime që po i vren, atëherë cili është motivi, çka ka ndodhur këtë? Motivi është me qenë atë varur për kësaj pune. Kjo çon me kuptues nuk është duket që nuk është krejt neglizhencë. Kur ishim këtu me Visar, mos veç që përmendë Visar Azemin, të nesër të vikendit tonën e takojnë një zyrtar të Kecit dhe më thotë kemi nisë mi hek orat mas këtij skandalli që ka ndodhur. Thashë ku pi çoni? Ja tha nuk e dina, veç masivisht kemi hek, mi hek. Më thonë pse pi hekti? Më thonë nëse është problem. Edhe kalibrimi ishte ajo problemi kryesor që kishte më shumë se 10 vjet që nuk i bë kalibrimet e orëve, edhe tipi hek pi shkatron. Më thonë pi shkatron hetimet. Më thonë këtu dikush duhet me ndërhy. LDK-ja ka pas një përmosh ka qenë kauzë shumë e rëndësishme me blloku, që më vëtu kjo punë me ditë pse unë kom paguar energji elektrike më shumë për shkak gabimeve tua. Sa drejtën këto ato shkatërrohen s'ka provë. E vërtet, këto dyshime kemi pas në vazhdimsi sepse ne sociale kemi familje familjare të afërm që në plot raste ka pas kur edhe mund ka thënë që nuk po mund të kuptojnë, të arsytojnë faturën e lartë të energjisë elektrike ndërkohë që është pak a shumë i njëjti konsum. Unë pres që organet përkatëse me kry punën e vet. Unë besoj që kjo nuk duhet lejohet të ndodhë kështu. Duhet stopohet ky proces, duhet kryhet hetim, duhet konstatohet pra, a është problem teknik? Nëse është problem teknik, njerëzit duhet të kompenzohen, qytetarët, familjet duhet të kompenzohen sepse kanë pagu duke mos shpenzu. Po kjo është e vërteta. Nëse konstatohet ky, atë kjo është duhet të kompenzohen. Dhe normalisht institucionet përkatëse, mbikëqyrësit, zërreja, institucionet tjera duhet të merren me kecin. Çka po ndodh me këtë kompani? Si mundet me shku kjo gjë, si më thënë, e pavrejtshme me vitet të tona. Nëse tash po vrehet dhe e lejojnë pra të ndërmerren veprime të tilla,
Me qenë rregull ata nuk i kishin zhvendosur hiç ata. I kishin lënë njësor të njëjtë. Këtu s'është në rregull diçka, për ndryshe. Pra kishin insistuar në ato që unë jam në rregull, jo masivisht me hjek. Plot çështje të cilat kanë ndodhur gjatë këtyre viteve, do thonë reformat i përmendë prof që nuk ka pas as edhe një vetme në forma strukturore të cilat kish me i orientu mënyrën e të bëmit biznes ndryshe. Do thonë kemi pas gjatë gjithë kësaj kohe vetëm as i sulme, ndoshta jo direkt për qeverisë, po për njerëzve tyre për rreth kundër bizneseve, kundër secilit që ka fol diçka ndryshe. Do thonë ne po vazhdojmë të qenë vendi më i varfër në këtë pjesë të Evropës, me tyra më pak se gjithkusht tjetër, me migrim të madh, dhe me një qeveri populiste e cila jap mjete sociale kurdo që i teket ose kurdo që e sheh të nevojshme politikisht. Do këtë reforma e tyne ka qenë çto ndihmat ko pas kohë të cilat i kanë jap. Po në po them çka ka shku gabim, sepse këtu po shihet që ka shku gabim, po çka realisht është dashme ndodh gjatë këtyre vjetëve që mos me pas na çto shifra që kemi vazhdimisht se ekonomia më e breshtë në Evropë me 6 me thonë kemi importuar 6 miliard ose gati 7 miliard dhe kemi eksportuar 1 miliard, kemi ushtuar prodhimi jonë i brendshëm dhe ne jemi me thonë kështu më fukara se që kemi qenë para 5 vjetëve. Po jap dy elemente. Si me kuptu këtë populli, më fukara jemi sot se sa kemi qenë para 5 vjetëve. Po jap dy elemente që janë shumë të rëndësishme në aspektin ekonomik. Edhe nga njerë edhe kur nuk i ke dhënat konkrete që preken për zhvillimet ekonomike, mjaftojnë dy indikator me i pa dhe din ti ka po shkon ekonomia. E para është struktura e punësimit në Kosovë. Çka ka ndodhur me strukturën e punësimit në vitet e fundit? Pra a është rrit punësimi, si më thonë, në sektor të prodhues, në sektor me vlerë të lartë, apo është rrit punësimi në sektor të shërbimeve ose të tregtisë etj etj. Statistika tregojnë që ndër 2-3 sektorët kryesor ku është rrit punësimi është tregtia. Pra, punësimi është rrit në tregti. Kjo është e para. E dyta, një element tjetër. Çka po ndodh me tregtinë me jashtë? Apo eksportojmë më shumë apo më pak? Apo importojmë më shumë apo më pak? Edhe nga ato që importojmë, çka po importojmë? Statistika tregon që në 5 vitet e fundit është 2 fishu importi nga jashtë. Normalisht janë rritje dhe çmimet. Çmimet, të qartë, po. Por pjesa më e madhe është rritje e volumit të importeve nga jashtë. Dhe kjo nuk është problem në kuptim të parë, si më thënë. Problemi është mandej struktura këtyre importeve. Nëse shet çka po importojmë, janë gjërat më elementare, edhe ato ushqimore, për cilat ne subvencionojmë masivisht prodhimin vendor në bujqësi. Pra vit pas viti ne po importojmë më shumë nga të gjitha produktet ushqimore. Cili është indikacioni i kësaj? Kjo tregon që në tregun vendor nuk është duke ndodhur kurrë. Përkundrazi, është duke u zvoglu prodhimi vendor. Shtin çka po ndodh me bujqësi. Si vjet ai që pritet të ndodhë me bujqësi për shkak të rritjes së çmimeve të naftës. Ne ngritëm në kuvend që njëra ndër masat për ta ruajtë bizneset ose familjet që i bazojnë të ardhurat të tyre në bujqësi është më kujdes që bile naftën për qëllime bujqësore. Po. Edhe përgjigja aty po pritse ne japim një 50 euro subvencione për naftë. Po mos se kjo është e garë me në vend që mi caktu normativat e naftës e nevojshme për hektar ose për ferma të caktuara dhe ti i heq akcizën aty ose i heq TVSH-n ose i subvencionon për atë. Dhe ka modele nga më të ndryshme. Ishte një produkt për shembull, qumshti. Në Bashkimin Evropian fermerët po e shesin me 10 cent për shkak se shteti po subvencionon pjesën tjetër. Fermerët në Kosovë po e shesin me 50 dhe 55 cent. Në markete, produktet e qumshti i importuar po vjen shumë më lirë se sa qumshti dhe produktet e brendshme. E këto për ta bërë ndërlidhjen, atë që përmenda më herët, kapitali shoqëror. Kapitali shoqëror, po. Pra, mungesa investimeve kapitale gjatë kësaj periudhe, edhe investimeve kapitale të shtetit, edhe investimeve private. Pra, infrastruktura është cop-cop. Shumë është shtrejt me bë, shumë e kushtueshëm me bë biznes në Kosovë. Furnizimi me energji nuk është stabil. Sot bizneset që kanë kaluar në tregun e lirë paguajnë 2 fish ose 3 fish më shumë se sa më herët. Pra çka po ndodh? Është një institut në Vjenë i cili merret me statistika të detajuara për vendet e Ballkanit Perëndimor, për 6 vendet e Ballkanit Perëndimor dhe i sqaron
në plot dimensione, edhe ekonomike, sociale, të infrastrukturës, të shëndetësisë, të arsimit, në gjitha dimensionet i analizon vend. Me pa Kosovën, nga ato statistika, nuk besoj që shpejt do ta bëj publik këtë studim, është që në secilin dimension, Kosova është, mesatarja zhvillimit ekonomik, social, shëndetësisë, të arsimit e tjera në Kosovë, si mesatare, ka ra edhe krahasuar me mesatarën e vendeve të BE-s, edhe krahasuar me mesatarën e vendeve të Ballkanit perëndimor. Pra, standardi i jetës po mirëmbahet disi, por në vend që me pas konvergjencë në mesatarët, me Ballkanin perëndimor, e mandej me vendet e BE-s, ne më shumë po i largohemi regionit. Diferenca jonë me regionin është duke u rrit. Diferenca jonë me BE-n është duke u rrit, jo duke u ngushtu. Për shkak të mungesës së qasjes serioze dhe investimeve të mëdha, edhe kapitale, dhe jo vetëm në infrastrukturë, por në krejt sektor të tjerë. Këtu ke një studim gjerman prof që diaspora që standardin e jetës që e përmenet që po mirëmbahet, po janë mjetet cilat po vinë për diasporës. Po janë miliarda euro që vinë. Por ndryshe po mos i kishin pasur së mjetet e diasporës. E vërtetë, sepse shpërputhje mes konsumit, shpenzimeve edhe të ardhurave që krijohen në vend. Një çështje tjetër janë ndërmarrjet publike, prof, të cilat kanë njerë, unë nuk punu gjatë në ndërmarrjet publike dhe kanë njerë po mendoj se nuk ekzistojnë hiç. Do të thonë se nuk ka më në zhvillim, do të thonë kanë ardhur me atë hovin e madh që këta i kanë shkatërruar dhe ne kemi mirë ndërtu. Bëjmë thonë nashta piket kompanive të cila shihet diçka është Telekomi, që ka rrit pak këtë nivelin e shërbimit, por në aspektin e shërbimit po flas, tek çështjet financiare, aty ata po thonë që jena plus gjithë, po raportet tani po thonë që nuk është ashtu. Telekomi kanë marrë kredi nga buxheti i shtetit për të operuar. Ka marrë kredi. Po. Telekomi është ndër ndërmarrjet më jo efikase në regionet dhe më gjerë. Telekomi ka rreth gjysmën e tregut të telefonisë mobile. Po i ka. Telekomi ka 2 fish. Tash mos them se ka rreth 2 fish. Duk shumë punëtor se sa që ka IPK. Po, e vërtetë edhe ajo. Pra ku është efikasiteti i funksionimit të kësaj ndërmarrje? Kjo ndërmarrje ende vazhdon të funksionojë brenda sektorit publik. Ndërkohë që në sektorin privat këto lloj ndërmarrjesh funksionojnë shumë më mirë. Problemi kemi ne. Po e shesit IPKO edhe Telekomi qysh... Veç këto dyja nëse i krahason. Telekomi ka hub ndër vite 5%, 10% tregut, çdo vit. Veç këto dyja nëse i krahason si po funksionon, me çfarë shpenzime operon IPKO, me çfarë shpenzime operon Telekomi dhe teshe efikasitetin e tyre. Avancimin teknologjik mandej sepse teknologjia po shkon përpara. Sigurisht nuk jam ekspert me diskutu këto çështje, po diskutoj në parim. Te krejt ndërmarrjet publike kemi pas një dakordim që në qeverinë që kemi pas bashkë me këta që janë tash në sa na zgjatë një 3 muaj atëherë qeverisë përbashkë. Kemi pas një dakordim që të zhvillojmë indikatorët e performancës për krejt ndërmarrjet publike dhe ti përcjellim performancën e ndërmarrjeve publike në bazë atyre indikatorëve. Sot ndërmarrjet që janë në furnizim e ujë janë në pozitën dhe më të keqe se sa që kanë qenë më përpara. Mungesa e investimeve, humbjet në furnizim e ujë gati janë të ngjashme, edhe në energji, në pjesën e energjisë, rryma që prodhohet dhe rryma që fatorohet, dallimin mes tyre është aq sa ka qenë para 5-6 viteve. Pra me kalimin e viteve nuk ka rritje të efikasitetit të funksionimit. Privatizimin që e kemi lënë komplet anësh. Ka plot asete që ende menaxhohen nga AKP-ja. Vazhdon procesi i privatizimit val pas vale, pa asnjë vëmendje shoqërore. Nuk din kur çka po bëhet atje në atë. Ndërkohë që asaj agjencie ne kemi pas dakordim shoqëror që më ja vendos Chelsea. Po në të kaluar privatizu komplet ato që kanë. Në të kaluarën kanë qenë publike gjithë ato organizimit me ato oferta që u bëshin për privatizim. Vazhdon pa ndonjë vëmendje fare në atë sektor. E ke pjesën e transportit ajror që jemi duke lënë anësh. Edhe disa vite dhe i kalon në aeroportit kontrata. Çka është duke bërë shteti Kosovës? Është duke menduar në atë drejtim. Ose pse ta zonë fluturimet nga aeroporti i Prishtinës vazhdojnë të jenë më të shtrejta se sa fluturimet nga cili do për aeroporteve në region Shkup ose në Tiranë. Pse nuk funksionalizohet si aeroport rezervë aeroporti në Gjakov? Pse nuk ka një marrëveshje me aeroportin në Kuks aty në mënyrë që të shfrytëzohen për
kur ka intensitet të qëtërime të tilla, pra. Çka është duke ndodhur në mënyrë strategjike në këta sektorë? Janë kretë infrastruktura shtetënore, edhe transportit, edhe energjisë, edhe transportit ajrore, edhe rrugave, autostrada që ndërlidhen së bashku për të bërë ato që unë quaj krimi kapitalit shoqëror në vendin. Edhe ajo mandej e rrit standardin e jetesës, sepse ti kur udhton shumë më lirë se më përpara, ti ke më shumë të ardhura në dispozicion, nëse ke furnizim të sigurt me energji. Bizneset prodhojnë më lirë, dhe kanë më siguri që të vendosen këto, sot nuk ke biznes që nuk ka shku, ose nuk është duke mendu, më është vendos në region ose në Evropë, sepse është kriju, si më thënë, ajo pasiguria institucionale, sepse ti nuk e din sot, dhe në seancën e ardhshme, çka i bjen mend, po kjo është e vërtet, çka i bjen mend kryeministrit edhe ministrit të financave me dalë në foltorët të kuvendit edhe me qëndron komplet. Parim elementar i qeverisjes në ekonomi është siguria. Parashikueshmëria. Pra, bizneset duhet ta dinë cilat janë politikat e tua. Edhe kur i bën ditur ato, i bën kur i merr mandate. I bën qarta politikë. Kjo është qasja ime që unë kam me. Edhe për ata njerëz që mund më të votu ose mos më të votu. Sakt. Dhe bizneset bëjnë planifikimin e tyre afatgjata sepse e dinë çfarë mund të presin e çfarë nuk mund të presin nga qeveria. Sot ti nuk e din çfarë pret nga ta. Sot është shkatërru komplet dialogu social, kemi biseduar disa herë. S'ka dialog me sindikatat, s'ka dialog me bizneset, ligji për çmimet tavan. Përpara ligjet e tilla janë diskutuar gjërësisht në rodat ekonomike, nëpër studio televizive. Derisa është, si më thonë, është bind publiku, është kriju konsenzusi shoqëror për reformat e tilla. Në dy shoqatave apo përcjellone ligjin. Sot nuk ka diskutime të tilla. A e keni marrë ju? Veç vjen kuvend, edhe në kuvend edhe ato me procedurat të përshpejtuara. As treza debatuese nuk organizohen as në kuvend, as me shoqëni civile, as me biznese, me kërkon. Por transparenca zero është në politikë vere dhe kjo e mbyt shpirtin e Sheondrë, diçka natën kryeministri çohet nesër e bën llaf me Kuran Muratin edhe mas nesër e rikin në publik. Një prof më sqarimi në fund, gjasat për me shku në zgjedhje janë shumë të mëdha. Do thonë, realisht në publik po shihet kjo që varet prej lidhjes demokratike të Kosovës, a shkojmë zgjedhje a nuk shkojmë. Do thonë, jo vetëm prej neve, po edhe prej neve. Edhe prej lidhjes demokratike. Po përmendet si një datë 7 qershor ose 14 qershor që mund të shkojmë në zgjedhjet e ardhshme, të treta të marrën këtyre 6-17 muajve që është e tmerrshme për qytetarët, për ekonominë, për biznesin, për krejt. Në fillim qershorit është para pa 200 milionë euro mbi jap kjo qeveri, mish por ndo. Qysh do me hinë zgjedhje? Qysh me garu dikujna e cili startin e nisë me një 20% të votave bazë, edhe me një 200 milionë euro të përndame një 2 javë ditë para zgjedhjeve. Veprimit e tilla mas parë janë shkele ligjore, sepse ligji i buxhetit e përcakton sakt se si duhet shpenzohen parat publike. Hapësira e vogël manovruese që ka çdo qeveri në sa i përket buxhetit duhet të përdoret në interesin më të mirë publik, jo të abuzohet me atë. Tash kjo është situata që e kemi, ne duhet të bëhemi gati edhe të bëjmë të mirën tonë për të dalë përpara këtij lloj populizmi. Mu mbani shpresë që në situatat e qeverisjeve të tilla, siç ka ndodhur në Kosovë, këtyre lloj qeverisjeve ju vjen fundi, si janë në një farë mënyrë vetë shkatërruese. Me kosto të mëdha për qytetarët, për bizneset, pa përjashtim, po nganjëherë populizmi është vështirë të luftohet derisa nuk vrehen pasojat në ekonomi. Unë besoj që ka kalu kohë e mjaftueshme që njerëzit mi pa pasojat në ekonomi dhe secilin familjen e vetë dhe në biznesin në xhepin e vetë. Edhe unë pres që duhet ketë, pas gjithë këtyre zhvillimeve duhet ketë një reflektim qytetar, të largohen nga pushteti personat e tillë të papërgjithshëm, sepse kështu ka ndodhur gjithandej edhe kështu do ndodhë edhe në Kosovë. Nuk ka rrugë tjetër. Tani a do ndodhen zgjedhjen qershor ajo, nuk i di është. Shenjat nuk janë shenjat çojnë drejt asaj që zgjedhjet do të ndodhen sepse kur ishte sjelljet e qeverisë Paragoncën.
arrogancën e tyre dhe jo seriozitetin në zgjidhjen e problemit. Të njëjtën gjë kemi pa edhe vitin e kaluar, me ato 50 seancat jo kushtetuese, e kemi pa edhe si vjet me 11 shkurt është konstituu kuvendi, në vend që të filloni me njëherë komunikimi me opozitën për zgjedhjen e presidentit, është lënë në ditë të fundit, ose me ato takimet që ishin shumë, si më thon, pro forma, pa asnjë lloj substance, edhe me transparencë zero, kjo është më rëndësishme. Me transparencë zero se çfarë po bisedohet, cila është çësja në zgjidhjen e këtij problemi që po ballafaqohemi. Njëjtën gjë po ndodh tash. Vendimi i gjykatës kushtetuese për këtë çështje është para 2-3 javë. Po, 28 prill data e fundit. Pra, më shumë se gjysma e kohës është u konsumuar për vendimin e fundit të gjykatës kushtetuese, nuk ka asnjë veprim. Nuk ka asnjë përpjekje, nuk ka asnjë preokupim për të zgjidhur. Nuk propozohet asnjë formulë për dalë për kësaj situate, sepse nganjëherë nuk bëhet zgjidhje, po propozohet formula, qasja, njerëzit nuk pranojnë, shkojnë në zgjedhje. Ne kemi propozuar qasjen tonë. Cili do kemi bërë qartë, ne jemi dhe vazhdojmë të jemi të mbështesim një marrëveshje konsenzuale mes forcave politike për një kandidat jo partijak, për cilin ne dakordohemi. Po, normal. Ne gjithashtu vazhdojmë të jemi të hapur për të arrit marrëveshje politike mes dy partive politike për një kandidat jo prej mazhorancës, por për një kandidat që është prej që propozohet nga LDK. Normalisht ne do të propozojmë persona me integritet, përgatitje etj. Por nuk ka asnjë lloj çësje nga ana e tyre për dalë për këtij çorsokaku. I kanë propozuar 2 kandidat të dytë partijak. Edhe në mënyrë të njanshme. Po normal. I kanë futur në procedura dhe tani jemi në këtë situatë në cilën jemi. Profun, falenderoj shumë që ishit sot të thonte me mua në studio për këto mësime ekonomike. Kënaqësi gjithmonë. Me po prej një kondit tjetër, një ekspertit, një ish kryeministrit, profesorit, në qetësinë maksimale për shpjegu problemet cilat janë reale. Kush nuk don me i kuptu, është mohabet tjetër. Kjo është e vërteta e pa diskutueshme, cilën ne e shohim çdo ditë në xhepin ton, edhe si dalim prej studio, si dalim prej shtëpisë. Po veprimet duhet janë urgjente në secilin prej këtyre fushave që i folëm, por shkojmë edhe një herë në zgjedhje dhe tani të shohim çfarë po ndodh. Faleminderit shumë për ftesën. Masi. Shikoj të nderuar, kaq kishim për sonte, bashkë do shihemi javën e ardhshme. Deri atëherë, mirëmbëjtje.